حي على الفلاح. Jemi kthyer në studio të nderuar dëgjues dhe do të vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet në Radion Kosova e Lirë. Tashmë ju mirëpresim në 038 249237, qendroni hapur, ku mund t'i parashtroni pyetje të direkt për profesorin. Nuk e di a kemi dëgjuesin e parë për momentin jo. Atëherë ju mirëpresim dhe përderisa të kemi ndonjë dëgjues, profesor, më sa duket kemi dëgjuesin tashmë, sepse unë desha ta lexoj një pyetje, por pyetjet në formë të shkruar i mirëpresim në pjesën e dytë, në tretë në fakt të emisionit, ku edhe do t'i lexojmë ato. Nëse ka arritur dëgjuesin e mirëpresim, jo? Alo. Po, mirë ma urdhroni. Alo. Po, ne po ju dëgjojmë, zoj urdhra. Një pyetje për me po të shëtetit me për një fëmijë për me porë zëtifikë Arduina. Sa të me thonë kjo emën? Si edhe një emri? Kërë tjirë emën, po që ashtu po kërqef. Arduina. Arduina? Po. Mirë, faleminderit shumë për pyetjen, profesor. Nuk e di, që do më thamë emni Arbrina, për pas nëse Arbrina është arbër, ku di? Mua më duk Arduina. Nuk e di. Sido që tjetë e përshëndesim dëgjuesen. Nëse kemi dëgjuesin tjetër e mirëpresim. Ado jeni direkt në emision, urdhroni. Asalamu alaikum. Aleikum selam, urdhra. Jo, ja desha të bëj një koment lidhur me pyetjen e një motre, e cila tha se nuk po i pranohen duan, nëse ka mundësi. Javën që shkoi, mirë, urdhra. Unë i tham asaj motre dhe të gjithë njerëzve, se të gjithë njerëzit janë në sprovë, siç thot Allahu i madhruar në Kur'anin famlar, kapitulli 39, Ez-Zumer, ajeti 49. Kur njeriu i bën ndonjë e keqe, ai na lutet neve, por pas kësaj i ofrojmë ndonjë të mirë prej nesh. Ai thot, kjo më është dhënë vetëm se kam ditur, nuk është kështu. Kjo është vetëm një sprovë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Por të gjithë ata që kanë brenga dhe dëshpërim, le ta lexojnë këshillën e Hasan el-Basrit, Allahu i mëshiroft, i cili thot, e citoj: O ti i cili ke ndaluar dorën e Ibrahimit kur dëshiroi të bëj djalin kurban, derisa njëri tjetrit ia dhan fjalën, e djali i tha vepro buzësisht o baba, ndërsa Ibrahimi shtoi doro në saktimin e Zotit tim o djalim. O ti i cili ke caktuar që karavani të jetë ndihmë e Jusufit alayhis salam, që është gjetur në shkretin dhe në fund të pusit, e që me bon pas robrimit u caktu një administruesi i lartë. O ti i cili ke dëgjuar zërin e Zenunit në 3 errësirat, o ti i cili Jakupit ja ke kthyer të pamrit dhe shprimin e tij që shndrove në gzim. Citoj se thuhet me një shkrim të 80 vjet ka prit për mu taku me Jusufin alayhis salam. O ti i cili e ke mëshiruar lutjen e Davudit, o ti i cili e ka larguar smundjen e Ejubit, o ti i cili e pranon lutjen e të Bektit dhe të lutet i cili të lutet dhe të nxjerr mjerimin atë që e lutet dhe shpreson në ty. O ti i cili je i vetmi krijuesi i vërtet dhe Zoti i cili të bëhet ibadet. O ti i cili e dëgjon lutjen pazon dhe i cili e largon çdo fatkeqësi, të lutem bekoje Muhamedit, robin dhe pejgamberin tënd, në të zgjedhur me të cilin je i kënaqur, familjen e tij dhe shokët e tij, ndërsa për mua rujum nga të gjitha ato që më bojnë të brengosem dhe prej me largoje pikëllimin. O më i miri i mëshirues. E për të gjitha ata të cilët janë të kujdesën, janë të shturën edhe në namaz, edhe në jetë, le ta lexojnë Ibrahimin, këshillën e Ibrahimit alayhis salam, që u drejtu njerëzve të basë kur i thanë o e pak, nuk po na pranohen duat, çka të bëjmë? Përgjigjja ishte: e njoft Allahun dhe nuk e keni kry detyrimin që i takojnë. Pretendoni se e doni të dërgurin e Allahut, po keni lënë pas dore rrugën e tij. Lexuat Kur'anin, por nuk i zbatuat mësimet e tij. Shfrytzuat begatitë e Allahut, por nuk falënderuat siç duhet. Thatë se shejtani është armiku juaj, por jeni dakord me të dhe nuk kundërshtoni. Thatë se xheneti është i vërtet, por nuk punoni për të. Thatë se xhenemi është i vërtet, por nuk largoni prej tij. Thatë se vdekja është e vërtet, por nuk po përgatitni për të. U zgjuan nga xhumi, por u morët me temetat e të tjerëve, e harruat metat tuaja. Varrosët të vdekurit tuaj, por nuk nxorët mësim nga kjo. Dhe në fund tham
ne ta lexojnë surën Jusuf, ajeti 87, se shpresën të Allahu xhaleshanuhu e hupin vetëm jo besimtarët. Eselamu aleikum për durimin falni. Aleikum selam, Allah që përbleft, Zotit Trujt. Faleminderit për koment dhe për ndërhyrje. Ishte një këshill e mirë, Allah që përbleft me xhennet. Po. Mirë, 038 249 qëndroni hapur, ku mund t'i drejtoni pyetjet direkt për profesorin. Profesor, derisa të kemi ndonjë dëgjues apo tashmë ndoshta veç ka arritur, mirë, do të provojmë të lidhemi me dëgjuesin e radhës dhe të marrim pyetjen. Alo? Alo, apo na dëgjon? Alo? Po, jeni direkt urdhra. Mirë, mama, jemi inkuadruar? Po jeni inkuadruar tashmë, jeni direkt në emision dhe po e presim pyetjen. Ju përshëndes me selam aleikum. Aleikum selam. Jam një moter muslimane, e fali 5 kohë namaz. Po. Vajzën e dytë e kam në medrese, ato vjen shkollën, mirë po ajo duke shkuar në një kurs, diku te Dragodani, quhet KABS, do këtë ashtu diçka. Mirë po unë po kam frikë se natë shoqat më thosht që ajo që janë të ngrej një ditë në janë t'juvim pak më përpara që thatë se jenë ardë nga Arabia, po nuk janë bashkë me fetune. Qa kish mujtë me më thonë doktori për këtë shoqat? A bon me shku apo jo, vajza? Unë jam shumë e shqetësume, shkon po shumë brena jo që shkon ato, nuk di se qëfar dhe. Mirë, ju përshëndese. Gjithashtu edhe ne ju përshëndesim, çdo të mirë për juve. Profesor? Allah që përbleft, është obligim i çdo nane më shqetësu për vajzën e saj, për fëmijën e saj. Është obligim i çdo prindi me pas dert. Ku po shkon? Nuk kanë po shoqërohet. Qoftë me njerëz jo fetar, por qoftë me ata fetar, sepse njerëzit dhe në të fesë bojnë faqet zeza, edhe në të fesë njerëzit shkryojnë përqarje, edhe në të fesë fusin virusa, në të fesë qesin pe feje. E nuk ditë mirë me nga të regu neve emrin e saj shëqatë dhe nuk e di unë, ajo nuk e besej që është e shëqatë që kemi thonë ne, ajo quhet, se thama dhe quhet shëqatë Nisa më duket? Më duket Nisa ishte ajo, po është shëqata Nisa, dhe më thi bje gratë, dhe që vëdhejtë së është një femën, dhe të enë ju pe Arabie për prej Iranit pro Iranian. Irani dhe Arabia kanë dallim. Se mi thonë Iranianve, Arab ju vje mërzi shumë, atë nëmërojnë vete më të privilegjuar se sa Arabt. Dhe së është më rëndësia e punë, për më rëndësia se ata nuk jenë tokë të zotit kërkon, si shtë të popullë nuk jenë kërkon tokë të bukës. Edhe në emën të islamit i qesin njëzit për i dini, e të ta me shku me mësua është haram. Po inshallah vajza jote nuk është të shku ati, është mirë me ditë vajza jote në cilën, shëqatë shkan. Dhe kush është përgjithësi asaj shëqatë, kush është mësusja, apo mësusja asaj që e mësan. është mirë me ditë. Për ndryshe nuk gëzojmë me gjikun e kështu, sepse mund të him gjëna. Po. Nëse kemi dëgjuesin tjetër e mirë prisim, alo? Alo? A e kemi dëgjuesin? Alo? Alo? Po, jeni direkt urdhra? Po? Alo? Po zoj, ne po ju dëgjoj, mund të parashtrosh pyetjen? Ju përshëndes, kam një pyetje për huqë nëse ka mundësi. Po pa tjetër urdhra. Mutra jam është pëtoj se e fejume. Edhe ati bashkësurit të tojnë ju ka pikë që kjo për traftan. A kjo një kësisht rënë shpe këto, edhe kur del me to, gjithë mund del me to, më nuk është të traftu. Edhe pyetja e dytë është, unë jam në lidhje me një djallë, edhe ta është të familjes tam më lejojnë, ama sarë vi për shkollës shpe, kur nuk vi me vullnat. Kur nuk vi me vullnat në shpe, se sarë të vi me vullnat shpe, kur të vi, për shambull, disponem, gjithmonë të shka bërin, këto për shambull mami, zakonisht full shumë tepër, a bobi nuk më thot kur gjaj, është i pajtume me litin tam. A mami gjithmonë edhe pap thonë dishka, qysh më thonë është që pesh me një fjallë, pa nem ose dishka, se sarë ku më shku në shkull, o kanë 3 herë,
të ndodh një aksident. Ka dish më shkel një vetur, po thuaj se sarë ku më në shpema nuk ku morë me vullnat. Ata është s'ka me dhe vullnat më për jetë, kur pisha këtu reagimet e këto nësë. Mirë. Faleminderit. Natën e mirë, ju përshëndesim. Allah të zoft, edhe të rujt mami nuk e që pesh, për te që pesh. Mësele mami të fajnë, mami të ka qik. Mami të ka vlat, ka të shpirtit, kërkosh të mirën, ma shumë sa mami në dënjat nuk të dënë. Mami është të pjekne, të jere, aje shëh ma larkë sa që shëh ti. Ti shëh vetë dhe të qaj djallë, dhe në zemër ti nuk shëh ma larkë ti. Ti dhe të ajshë, edhe dënja jote është qajtë, së është ma shumë. E mami në rysheshe, dënja e për të është me e madhe, sepse ka kaluar në për ditë tua në fazën tana jo. Dhe nëse mami ka shkel në rast kalbit, nëse mami i ka përjetu disa gjana aja po e afer me saj, qoftë në shëqëri të thta nuk dhe një përjetu vajza saj. Po ti nuk në regull që thu se kam lidhja që ka theme një gjallë, as për vetë as për motër. Ti për motër për thu motër am gati së është e fejun, që është gati, s'ka gati është e fejun, aja ja është e fejuar, ja nuk është e fejuar, gati s'ka këtu. Këtu gjys nuk ka, ja është e fejuar e plët, ja nuk e fejuar, është avantur, është dashëri. Jo, motër nuk në regull, as e para me motër, as e dyta me ty, as një në rast nuk është në regull. Allahin gjenetit qoftë. Jo si duket i një dhe deri diku fetar, apo inshallah edhe ka gjamir, nuk bën me leju kështu. Ti pëthu e din familja me din ma, mire që e djallë nesër me të lanë ty, ta në që e thu mamit ti, që thu e pas ke pas mirë, po mire ka pas mam, po te se ke pas mirë. Edhe motra, pse nuk i bën presenat i djallë me feju me te? Pse? E pas taj, nëse aj dëshon, thonë po, që më dëshpija pra? Unë dhe të shpija. Se të shesht mu, unë vete shpija jote. Ja më rëmja dhe vetë, së më ki gru mu. Edhe largën këtë problematika, po këtë presjanit cili vjen nga ideal. Edhe të të njëtë në gjallë. Të me kone fijuar, atë bërtët mami, jo, nëse, ne nuk e dim, do shta mami bërtët jetë për punë tjera, nështë të ja këthem fjallët, nështë ta bërtët se e vënohesh për shkollën, nështë ta ku dimni, por nëse është puna që ti djale që të bërtet mami, atëherë ti dhe të me rregullu punët me te, mi thonë babit tëndë, qështu, ka pëlqy një djale, biseda me babët tina, edhe që pëlqen për fejohu, që është hajre kësmet, ju një prind, i dini senet ma mirë, e baba bisedan, ose e djali martë e baba e të me bisedu me te, edhe kitë mund bo për hajre. Po mutër, kime pa që edhe mami ka më qëtësu ma shumë. Më sun gotë, se këtu i ki dy problemet. Problemin e parë, që jetë të bëjë gjëna, se nuk është lidhje shëndosha, është lidhje smucë, është në zezën, është haram, edhe në dë, ti është droj bërtet ka pak mami që a këthen fjallën, dhe është tash edhe kjo gjëna në vete, sepse e ki nanë, nana edhe nëse të prën ka një herë, nuk ka shumë problem, i falet, justifikohet, nana ndaj fëmijut, ndaj ti, por ti nuk bën me të pru ndaj nanës, ti nuk bën, sepse aja për ty është nanë, aja për ty është shumë e nalt, është shumë e nalt, e ti për nanën je e vogël, si e bie saj, aja të ka maru ty, ti s'ke maru ata, nanë be marrë me të mirë, edhe atë probleme bisedu, problemin, me tha nana po, do të fejohëm, thuj babës, që kanë baba atje, të tërsen qak i nanë që po përtet. Aba me di qka, edhe më ullë me bo laf, me bo bised, me nanën, problemit, për me zjedh. Nëse qika, vajza nuk bëndat me nanën, kush me bo?
Gjithmonë vajzat me nana janë më të afërta se sa djelt me nana. Gjithmonë, sepse natyrën e kanë të njëjtë, ingjinisë femërore, i kuptojnë gjanat njëjtë. Përderisa bota e mashkullit është tjetër për botës femrës. Bota e djalit ndryshon nga bota e nanës, ndryshon shumë. A bota e vajzës e mbrëmshme, po edhe jashtëmja, është e përafërt shumë me botën e nanës. Për të arsye gjejnë gjuhë më të përbashkët, edhe kanë sekrete, kanë mohabete, kanë diskutojnë gjanat e Allahu të rujt zbutën dhe nanës tane, ledhatu nanën tane për gdhelle, kave për qafe, bëne i mirë i motrën dhe nanës, se bereqeti nanës është i madh. Edhe e mund tjetë pak temperamente, pak i goqme, por nanë të keqe në shpirt nuk ka për e vlad. Për shumë në zëtë në një qaruna zëtë, aja është 1.000, 10.000, e jo tja shala së është ashtu. Allahu vazgjet hajrin të dy motrave dhe edhe nga anë e fejesës martesës, po edhe në raporte me nanën tonë ja Rabbi. Nëse kemi dëgjuesin tjetër e mirë presim. Alo? Alo? Alo, apo na dëgjon? Me siguri se nuk po na dëgjon, do të provojmë edhe një herë të lidhemi me këtë dëgjues. Alo? Alo, nëse jeni në linja, atër jeni direkt në emision, mund të parashtroni pyetjen. Nuk e di, me siguri ka ikur, si do që tjetë 038 249 237 qëndron i hapur, ku mund t'i parashtroni pyetjet direkt për profesorin. Do të provojmë edhe njerë. Alo? Mirë, nuk po kemi mundësi të kontaktojmë me këtë dëgjues, dhe telefoni qëndron i hapur. Profesor, një dëgjues se po pyet, a ka thot ndonjë në një farë mënyrë sipas aspektit islam, a ka mundësi që të bëhet ndonjë ceremoni tek përvjetoret e vdekjes së fëmijës, thot? Ja. A të ditë si duhet me vepru? Kur gjo, s'ka për përvjetor fëmijët. Nuk ka, këtë kemi cek më shumë se njerë, nuk ka, ajo është një bidat, është një rësi e cila është ndaluar mesam, nuk ka përvjetor të lindjes, përvjetor të vdekjes, nuk ka. Ajo ka qenë tradit komuniste, deri diku edhe e krishtere, anipse në sens nuk është e krishtere, por e kanë marrë ata, si e kanë fut brenda fesë tyre, pastaj prej tyre kanë fut edhe komunistat, tani edhe një numër i madh muslimanëve ju kanë met pasojë komunistave dhe përvjetore. Nuk ka. Të krishterët e përdorin, thash nuk është në bazë e tyre, përdorin krishterët për më të një vit plot për ditës ditë derisa të bën një vit i plot familja e të vdekurit dohet me mbajtë zi, ndërsa gruaja e atij që ka vdekur do të me mbajtë zi ton jetën. E pas një viti mblidhen një herë, vajtojnë, ku diun, vizitojnë të afërmit e hallat e motrat e ku bujnë. Ka mbet, kjo është të krishterët, ka mbet edhe të një pjesë e madhe shqiptare, veçanti në Shqipërinë e Jugut. Në Shqipërinë e Jugut e ke identik që është pëthëmun. Identik. Edhe shë gruan muslimane me teshat zeze, me një herë mund të gjikosh dhe pa vëtut fare, kësaj pas ka vdek burri. E pastaj, si sëtë, si një javë, si më të mëtë, aje me teshat zeze ka me nejtë. Por mas më të mëtë, ata mblidhe këtë familje dhe një herë dhe përkujtojnë atë dhimbjen që na u bo më të që na vdeqe tjere, dhe gradualisht është përhapun edhe tek ata të cilët janë pak sa muslimon, gjithsesi praktikues islamin në Ramazan në Bajram, pak më shumë, pak më pak, por mbajnë këtë përkujtim. E pas luftës të Kosovës tonë është ringjallur apo është aktivizuar, që shme thonë, nivele më të mëdha, delin deri në nivele qeveritare. Këtë kota, këtë përvendën, nuk është këtë. Ne i respektojmë të vdekurit, lutum për ta, nuk diskutohet, veprat e ty ne i respektojmë, nuk diskutohet, po, me përmen, me folë për ta, me mojtë ligjerata, me mësuna për shkolla, me emrat e rrugëve, emrat e shesheve, natyrisht, në format të ndryshme, por që ka murë rësha e punë, hajde çdo më të e 100 vjetë. Nëse në kam dek një vend 10.000 vetë, 10.000 tubime për vjetore mi pas, vrarë luft, edhe 10.000 për vjetore tjera mi pas, në kam dek të afrëmton. Pa të ribjen e çdo ditë nga një përjetim me pas. Kjo është për idhnim. Tani për gëzim atje datë lindje vjetore, pra për djale, për meqe, për grua, për bab, ata në kome shku neve jeta, këtu mërzitu, festa atje,
për kujtë një vjetorin që të ka vdek, këtu më në herë mas dite apo para dite, e kije atje për vjetorin, datë lindje nuk është në rregull e punë. E sa harxime, e sa këtë. Dhe në fund, çka bojnë në fund, këqërit tëna këtu, shumicën absolute të bimeve, janë nisën në shtelia në fund. Valla ke knaqë. Në herë, fjalime, dikur ka pak ku diune do proza, do poezi, do sahi ka pak prekës është e vërtet, dalin dalët për i grave, për tafer me familjes ti. Dikur janë nisën në shtelia, a me keni knaqë. E që ka murvesh ke pun tash, a edhe një makzim këtë qka është. Dhe dikur mas shtelijave, hajtë më shku me hordarë në strana tje, me hargjoti 2, 3, 4, 5 mjerë, me hargju, a familja tina mbesi me duar thot. Ta shiman që në, krejt që të hargjime sa bohan, për që të dëshmur të tonë, për veterant, për të vdekurit tonë, për të humbërit, po edhe për gjalt. Edhe me kam fjallë këta vdekut jesë në konë në luft, sa hargjime bohan, pëse më rëvla? Jepe familjes të vdekurit, qoftë dëshmur, qoftë vdekur kështu, jepe që të pare. Intereso për ta, për gjendjen e tyre, ekonomike, sociale, shpirtërore, arsimore, apo shkojnë shkollë, apo shkojnë, apo mësojnë, ka nevojë diçka, s'ka nevojë, ka mënyrat shumë, ta më ndihmu familjeve të vdekurve. Dhe gjithmonë më thonë, ju kena bërç, sepse vllau dhe biri, ju vllau, ju dhe biri juaj, ka dhënë jetën për këtë Kosovë, ne na ka lënë neve emanet familjen, andaj ju ti e nana jon, ju jeni fëmijët e tan. A nuk do të ishte kjo më mirë? Po të njëjtën gjatë, ka vdek vllaut, ka vdek migja, edhe të njëjtën gjatë, thonë juve ju kalon, ka vdek e Zoti ka marr, por neve na kalon. Andaj shtëpia ju, parat e mia, parat e juaja. Dhe unë sot kam një kafshat bukë më damet për gjysmë në fëmijët mi, edhe fëmijën e juve, apo nuk kam milan pa bukë, kështu më radhë. Të që tjetë nuk është në islam aja, po, mos të gojmë temë. Nëse kemi të quesin tjetër e mirë, presim alo. Alo, mirë mbrama. Mirë mbrama, urdhrani. Selam aleikum, a bëj me vani? Aleikum selam, po pa tjetër, urdhra. Do është ta me pyt hoxhen, me një kohë ku më foli me një djallë, mirë po nuk e ku më di që aja është krishter. E dhe vonë e ku marrë vetë. A bëj me ditë që shmuj me arru atë vërsa, nuk po mëj me arru se shumë pak këna fola, ma nuk po mëj me arru edhe pëse e në ndo. Natën e mirë, ju po shëndisim. Allah e të falët, e të lëzëft, të kam brojt Allahu i motër, Allah të kam brojt për në ryshet të kishë fshi, edhe tani mo e pat puna jote, sepse njëri ku nuk është i lidhën për Zoti shumë, kur nuk e ka qëllim final në jetën e tij apo të saj të fituaret e kënaqësisë të Zotit. Ke kujdes, fitimin e kënaqësisë të Allahut. Kur nuk e ka të synim, kur nuk e ka të ideal në jetën e vet, ai shumë lehtë mund të bie peng dhe viktim e faktorëve dhe dukurive të ndryshme këtë dynja. Mund bie pre e bandave, e grupeve të ndryshme, mund bie pre e dashurisë së rrejshme, mund bie pre e interesave të ndryshme të dynjas, të cilat mund të kushtojnë shumë dhe padyshim se i kushtojnë. Pra, edhe të punë e dashurisë, dikur ma vonë, edhe me kanë marrë veshte që është i krishter, kështë e thonë tashmë nuk më i munda sepse s'më jetoj pa te. Dhe kje i bie se më shumë e dënat e se sa Allahun, dhe se nuk e kje synim kënaqësinë e Zotit. Për ndryshe, me pas kënaqësinë e Zotit synim këtë dynja e jo dhe 1 milion jo. Jo, çdo njeri, çdo element, çdo dukuri, çdo zonë këtë dynja që ndikon në zbehjen, në prishjen e raporteve tua me Allahun, në shkputjen apo dobësimin e lidhjeve tua me Allahun, ik larg. Kështu do të jetë vizioni i muslimanit dhe muslimanes. Pra, edhe baba, edhe nana, edhe gruaja, edhe burri, edhe dashuria, edhe urrejtja, edhe paraja, edhe puna, edhe pozita, edhe shkollimi, edhe shoqëria, edhe të gjitha. Ato të cilat më ndihmojnë me fitu kënaqësinë e Zotit janë të mirë se ardhura dhe bëjqmos për to. Dhe në kundërtën ato, apo ata të cilët më pengojnë, mas behin lidhjen ta me Allahun Azza wa Jall, ik larg. Për atë arsye, i shmangësh burrit keq, jo fetar, ateist, komunist, të krishter, pagan e tjerë.
I shmangës edhe shoqërisë të keqe, I cilat mëson dhe të çon drejt dukurive negative me droge, me alkool e prostitucion. Jo po na pëlqen mohabeti, po me mohabeti po na pëlqen, por vizioni dhe qëllimi I tyre po ma zbehmu e lidhen dhe raporti mia me Allahun. Andaj nuk mund për hatër shoqërisë të zbehi raporti mia me Allahun Azza wa Jall. Njëtën që grua me burrë dhe mëse të martohen. Ja po thot burri mund t'i kimu desh me mineqe dhe ki marrë darsëm. Ku marrë darsëm? Ki marrë darsëm, ki marrë deti ty, bën t'ja marrë për 700 vjetë. Ja po s'ki qare, jo kom qare Allahi, se me prishti mu lidhet me Zotin, me ta bo të qefe, me fitu gjahnemi që t'y benefitova kor. E qka burri për Allah? Qka është burri krazi me Allah? T'kallëzëm të mu qka? Qka është burri? Qka dënjaja krejt? Qka dënjaja krejt? Amma zballi me krijunin këtë dënja veç për burr, e veç për gru, e veç për para dhe veç për pozit. Apo tana këtu janë në shërbim tonin për me ta formu personalitetin tënd. Dhe që personaliteti yti për me qenë shërbim të fjalës të Allahut Azza wa Jall. Po. Edhe fëmijët nesër, nëse 7 fëmijë nuk bëhen me madhru Zotin me adhuru, që ty me të rësevap kur Zotin mos të falë as ty as mu. Po dhe burrin, nëse qaj burr nuk ndihmon rrugën e Allahut dhe me kanë të më afër xhenetit kur Zoti mos të martoft ty edhe mu. Dhe kështu më radh. Po dhe qaj punë, qaj pozit, qaj shkollë, e cila nuk ndihmon më afër te Allah, por largon prej Allahut kur mos kofta ajo. Ja Maria nuk na vjen. Çdo send e cili apo e cila na largon nga lidhjet tona me Allahun ai dëpson ik. E këse vdekja është afërt, unë du t'je me Allahun I fort. E ty Allahu ta ka kujtu dhe t'ka shpëtu t'ka nxirr. E falendero Allahun shumë falendero Allahun. Thujo Zot, vetëm ti nxirre. Ti ke mujt me fjet me ta. Ke mujt, anë pse ka qenë zina, por ke mujt edhe më feju me ta. Ke mujt edhe me I krejt për dora hop hupe shkove. Dhe mas një muje kupton se ai është krishter. Tani mo, as nuk e që kthehesh të shtëpia se e ik. As nuk jetë që rrën sepse thu krishter kënës, më menajt për ta ka më haram. Por Zotit ka shpëtu. Andaj falendero Allah shumë e liat me selës për me harru. Hajtë se harran Allah më s'ki dert bilet. Ka pështu I madhi Allah Azza wa Jall. Po. Nëse kemi dëgjuesin tjetër e mirë presim, alo? Alo? Po, urdhroni. Dashta ta pys hoxhën. Po? Urdhra? Apo na dëgjon? Alo. Ne po ju dëgjojmë shumë mirë dhe mund ta pyesësh hoxhën. Dashta ta pys hoxhën që dalja e ajrit nga ana e gjinis femrore e prish namazin, edhe pyetja dytë, derën e banjës kam dëgjuar nga xhallar që thonë që s'ban me la qetë. Kisha pas veç ditë përgjigjen prej tij. Selam alejkum. Aleikum selam. Pyetjen e dytë profesora e ketë kjo art? Po, dyja. Se mirë, se tek e dyta unë nuk munda me kuptu thash. Derën e banjës. Derën e banjës me lanë qelë kur të shë banjë. Po, derën e banjës nuk është punë obligatime më shilë, nëse jetë në dhëmë tonë, nëse jenë në banjë vetën, nuk ka dërë të le qelë më shilë. Asë njerës ka dërë. Por nëse jemi njerës, qoftë me fëmijë tu, derën banjës mbëllë. Nuk ka nevojë fëmijët me hy me të pa në banjë. Në banjë ka drejt me hy burrët, nëse je martuar, kaq. Tjertë nuk kanë drejt me hy kur je në banjë. Nuk kanë drejt me hy. Për atë arsye e mbyll derën. Për ndryshe nuk prish punë, se si në fëmija je vetën, dash li qilë, dash li banjën pa derë krejt, s'ka problem. E punë e dalës se ajrit prej femrës nga dy kanalet e prish abdesin. Po namazin abdesin e prish, natyrisht prish abdesin, prish të namazin. Po e prish. Po. Nëse kemi, apo mirë, nuk pasnim dëgjues, atë profesor po pyet një dëgjues thot për gjinin mashkullore në Islam, thot a lejohet në rroba ngjyra e kuqe dhe ajo portokalli? Është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është e urrej tur. E tani Imam Ahmeti rahmetullahi alaihi në transmetim e ka se është ndaluar, ndërsa të tjerë kanë thënë vetëm është mekruh, por megjithatë lejohet. Pejgamberi ka pas një tesht ose ngjyre, pastaj nuk ka ardhur në mënyrë që është haram, por e urrejtur, kaq. Dhe me thonë, nuk është punë e madhe edhe me bajt. I bije ma lehtë me thonë, I bije ma thjesht me thonë, nuk është e preferuar,
por nuk është ndonjë ndalesë ku me ditë sa. Me thonë ma thjesht nashta me thjeshtësu. Po. Nëse kemi dëgjuesin tjetër e mirëpresim, alo? Selam aleikum, alo. Aleikum selam, urdhroni. Ju përshëndes ju dhe hoxhën e nderuar. Faleminderit. Kam dy pyetje për hoxhën. Pyetja e parë është, m'fal që po pyes, po a kondën e sevap për këta musliman që se vetë musliman po që s'ka namaz? A në mënyrë sevapet? Edhe pyetja e dytë është, a është haram me marrë fotografitë e të vdekur në shtëpi për shembull si për kujtim që mojna? Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam, ju përshëndesim. Alejot, me bajt fatë shtëpi, po. Allahumma salli Muhammed. A ka sevap për ta musliman që nuk falen. Ti peqet për okolla, krejt, rotla i bikse mesele, rotla, a numërot musliman, a nuk numërot musliman, e që nuk falë namaz. Kjo është mesele bajagi jo e lehtë. Jo e lehtë nuk është, mesele e lehtë ranë për me ditë, po jo e lehtë për me gjuku. Së dhe që tjetë është e randa ta gjendje tyre që nuk falin, nuk diskutohet, e se Allahu kështu është shpreh në Kur'an. Allahu është shpreh në Kur'an në mënyrë të randë, në mënyrë të vrajshë, në mënyrë shumë të ashpër për ata që nuk falin, dhe hadith i pejgamberit që në shumë të sallallahu alaihi wasallam, dhe punë t'i ka keqe që nuk falin namaz. Por nuk është lehtë me gjyku me thonë se nuk ka musliman, në që antinë se namazin nuk e mëhan, por nuk fale për demeli që është një pjesë e madhe shqiptarëve tu. E namazi është qelsi dinit, nuk diskutohet, është shtyllë dinit, të dërek i dinit, është bazë i dinit, është farze i parë mas shahadetit, është qka dush thuj. Dhe se pa tas një hapsme në banë ditë kiametit, qka dush thuj. është e vërtet. është e vërtet. Por edhe punët e tjera janë të mira. Ramazan është punë e madhe. Punë e madhe. Shumë e madhe, zeqati, haxhi, mbulesa, rujtja nderit, rujtja moralit, rujtja besës, mbajtja fjales, largimi nga dukurit e këqija. Po. Fotot në mbajnë në shtëpi jo, në muri jo, nuk kanë regulle punë. Fotot në muri në shtëpi me majtë sarë kemi thanë jo. Fotot mbajnë mrena në fjok, apo në album dhe fotin fjok. Në muri mësile për i zetë zotit fotot. Po. Profesor, po e marim dëgjuesin e fundit sa i përket linjës direkte. Alo? Alo, apo në dëgjon? Alo? Do të provojmë edhe një herë të kontaktojmë këtë dëgjues në rastin e dëgjon. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhroni. Jeni direkt në emision? Urdhro? E përshëndesni hoxhën e nderuar. Po faleminderit. Allahu e ruajtë se me të vërtetë është duke dhënë një kontribut shumë të madh Kosovë dhe veçanti të gjithë shqiptarët kudo që janë. Kisha pas një pyetje për hoxhën se jeton këtu në Zvicër. Edhe hoxha ku jemi këtu në Tangol, do të thotë që lejohet me marrë një shtëpi me kamat. Kur kemi mundësinë këtu të gjithë me pagu qirajen, e ato që lejohet kamata me marrë me jetu me kamat. Dëshirojmë një përgjigje për hoxhës nderuar. Mirë, faleminderit shumë për pyetjen, të përshëndesim. Selam aleikum. Aleikum selam. Profesori shumë herë është përgjigj në Po, Allah shpërblet, shumë herë përgjigjur në ndoshta 50 herë, ndoshta edhe më shumë jam përgjigjur. Unë e kam atë fetva dhe nuk ka kush që mbind mund citata që jetojmë ne sot, si në Kosovë, si në Evropë. Unë qatë bindje kam, andaj edhe në bazë të asaj bindje duhet me ndërtu edhe fetvan. Nuk ka justifikim qytetari ju në diaspor me marë kredit më ras haram deri në fët për me ble një banis. Pastaj në Zvicër më duket tha kështu. Pastaj në Zvicër shpirtin të nxjerrin atje edhe që e blen shpinë, nëse blen dhe të pagush 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet me pagu apet. Apet të tanë jetën, kime vetëm se në që mi pagu të azami 1.000 franga i pagu në 600. Këtër se në zbone kur gjo? Ose në që mi pagu 600 i pagu 400 franga. Këtër se në kur gjë zbone?
me thonë se ja paret për një herë, dhe ta në me ke pa pare, ja nuk lojnë ata ashtu. Ata nuk lojnë, ata as nuk të mysin, as nuk të këputin ka nëpër, as nuk të zgjidhin. Si të që tjetë, unë nuk e shof, më vje keq, nuk e shof, as për xhamia, as për shtëpia. E jo pasha Zotin se kanë mundësi xhamiat me i ble shqiptarët që po vetë bile. Por, janë të maqarë. Janë të maqarë. E nuk e dje kanë gua ta javën e kaluar që kam cekurun, kura e zotnia atje i dha 2 shtëpia të veta dhe i qiti rëpri shtëpis, edhe jo për vend vetën, edhe jo për veti, por për popullin e Siris. E ti kërësh nuk pëtët me dhanë shpinë për xhami, por me dhanë një rrugë mrena 12 muaj dhe njët një herë me rrugë, një herë njët. 30 vjetë në Zvicër, 20 vjetë, për viteve 90 në Zvicër, bo 20 vjetë, një rrugë me dhanë 5.000 franga për me dhanë. Edhe 100 veta bojnë 500.000 franga. Dhe 200 veta bojnë 1 milion franga, krejt Zvicrën ku dushe blen një objekt me 1 milion franga. Edhe zgjidhet problemi deri në kiamet. Edhe ke ftyrë me dalë para Zotit nga këndi i sadakas. Letë qëtërësen se njeri kam pyet për çdo fush, po pyetet në fushën e sadakas, ta në fushën e namazit, e agjerimit, e kështu me radhë, por në fushën e sadakas, në rrafshën e sadakas të limoshës, me emër të Zotit inshallah, ke ftyrë me dalë para Zotit, sepse bo sebeb shkaktar me bleni xhami. E që e thë Zotit nesër në bo sebeb me bëni xhami në Zvicra në Gjermani veç me komat, ju si bo sebeb heq valla. Per me komat lejet me sile. Po, Allah në të qoftë në hajrë. Amin. Profesor, po bëjmë një pauzë të shkurtër, pastaj kthehemi me pjesën e tretë të emisionit. Ju qëndroni me ne. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب
خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها. Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë pjesën e tretë e emisionit ku i lexojmë pyetjet që na vinë në formë të shkruar. Një dëgjuese pyet, thotë profesor, thotë e di që gjatë uljes në namaz femra thotë këmbët duhet t'i mbajnë të kthyera në anën e djathtë. Mirë po thotë nuk mundem me i mbajt ashtu, më duhet i mbaj që të dyja thotë mbrapa. A e kam namazin në rregull? Dhe emri Marigona thotë tek femra muslimane, a lejohet? Nuk prish për punën e uljes në namaz, qysh të pëlqen. Sepse ulja si ulje është obligim, e pastaj forma e uljes, ajo është sunnet në një formë të caktuar, por për shkak në dhimbjeve të këmbëve, për shkak të peshës të madhe, ka një herë të vjetrit, e tjerë nuk prish punë më ulë edhe dy kam mrapa si po thotë, apo më ulë kam kërë që ka nërkurë njëri si defekti dhe më kama ka pengesa, nuk prish punë ajo. Po. Profesor, një dëgjues thotë. Çka këtë pjesa tjetër të pyet? Emri, po thotë emri Marigon. Nuk e di, në Marigon, nuk e di, është emër në shqip mas parë më duket nuk është shqip hiç, por është emër i ardhur prej jashtit. Për momentin se më kujtohet çfarë kuptimi ka, nuk e di. Është një dëgjues i cili thotë në fakt po kërkon thotë t'ia sqarosh profesor në nëstime një çështje, thotë a e ka gjuna që u sjell fëmijëve kur qajnë kryp rreth fytyrës, gjithashtu thotë kur fëmijët se murën thotë i ndez dy zjarre dhe i pastron në mes të zjarreve. Thotë unë i them nënës që është haram, një gjë e tillë nuk bën praktikohet, por e kërkon mendimin e hoxhës edhe pse jemi thotë familje që falin 5 ku namaz. Nënës mirë kiti. Ti mirë që nana se kanë metë ato prej plakave, ku më ditë që kanë metë. Ndoshta nana ju të kanë diçka që e thënë me shymë thengej, kanë thonë të pleq për para. Këtë është e krejt. Këtë është. Këtë punë bëstetnije, punë koti është krejt. Me le gjikë që nësh, që ka mur vesha e punë me latëmi mes dy zjerme, që ka mur vesha ja. Hajtë që ka. Me le gjikë që nësh. Fëmija kur kanë do të mi fry, mas parën dohet me gufun fëmi, por dohet me thonë mashallah, mashallah, mashallah te barakallah, mashallah te barakallah, mashallah, nuk i bjen sysh, por nësi bjen sysh, do të me fry fëmijut, me fry, ka që jo me zjarë, me pas zjarë, me tjere, me kërbe ku dijune, por, nanës tonë të mësi batëm, ka thonë hoxha Allah në gjenet qoftë, po. Një dëgjues tjetër po pyet profesor, thotë jam me aftësi të kufizuara, në fakt thotë kam problem në të pamur. Kam shumë dëshirë thotë që të lexoj Kur'anin dhe libra të tjera, por nuk arri me i pa shkronja dhe për këtë arsye më intereson ta di thotë, ai kam gjuna që sa arri me lexu Kur'anin dhe libra të tjera. Jo nuk e ki që në Allahun xhenet qoftë për shfrytëzot të ndëgjuarit edhe nga. Kur ta merr Zoti synet pamurit, ta forcon të ndëgjuarit dhe të kuptuarit. E shfrytëzo këtë shqisen tjetër, këtë dhuntin tjetër. Shfrytëzo dhuntin e Zotit me ndëgjuar dhe nga Kur'an. Edhe më do me mësu ata që nga. Po. Tani një dëgjues thotë, profesor thotë, unë jam në marrëdhënie pune dhe rrogën e kam 300 euro, por am lejohet thotë mu që të marr ndihmën sociale për fëmijët dhe vajzën e vogël përderisa punaj? Unë nuk e shoh që lejohet një gjë e tillë, sepse ndihma sociale në esencë është për ata që nuk kanë rruga, nuk kanë pagë, nuk kanë torna. Përpas, nëse e ke rrugën për të pas 400 euro është e mirë, se dikun ka rrugë që është 100 euro për shembull, 150 dhe ka 5-6 fëmijë dhe ka harxhime shumë, dhe ka me qira, ka smuja në shpe, ka që s'ka shans me dalë 150 euro, ai person sa dele lyp i merr për shtetit social. Për ndryshe nëse mund është në njërën apo formën tjetër me kalu muajin të kursye natyrisht nuk lejohet në marrë social.
këtë rast, Allahu alem, po. Ndërka që pyetja radhës, thot profesor, thot kemi vllaun, thot në shtëpi cili është i martuar dhe ka fëmijë, por në të njëjtën kohë thot është në një lidhje me një femër tjetër. Problemi qëndron thot se ai është larguar shumë nga familja e tij, madje gjithë rrogën të cilën e merr thot e shpenzon vetëm me atë gruan tjetër. Si duhet me vepru ne, thot që me bind vllaun mu kthy te familja e vet dhe me kujtes për familjen e vet. Inshallah Zoti drejton. Inshallah Zoti drejton. Dhe ja u kthen Allah. Është problem, ky është një fenomen shumë i përhapur në shoqërinë tonë. Dhe ka shumë shkaqe. Shkak i fortë është se gruaja nuk e format burrin. Se gruaja nuk ja plotson nevojat dhe dëshirat e burrit, i bëhet komandant, i bëhet oficer. Dhe kë nuk gjen prehjen shpirtërore të duhur, nuk e gjen plotësimin në kërkesave dhe nevojave të tij dhe lyp diku tjetër në mungesë të frikës të Zotit. Dhe gradualisht tu anu tërhiqet prej kësaj që ka në shtëpi dhe shkon te një tjetër. E pastaj me bo mos fitu të Zotit, mos me ka musliman nuk e ka dërta ka haram a halal hiç. Tash është problem tjetër. Por është edhe faktor tjetër nga një herë se ai don me marr dy. Për çfarë arsye ai e din, nuk e dim. Dhe këta i gjuhën të tonë me nonën, babën, me gruan, me fëmijë, me krejt, dhe i bojnë presion të madh. Dhe ai është në hall. Këtë pastaj varet edhe sa është fetar sa nuk është, se me kanë që fetarë ndryshe. Ata që nuk janë fetar, se kanë dërt hiç. Kështu që ne nuk e njohim natyrën e vllaut t'ju, djalit t'ju, por gruaja do të mundu shumë me tërhiq burrin, se gratë zakonisht nuk din më sjell këtë gjendje. Kështu ata gruaja çka bën? Çmendet. Pa si çmendet, si të bërtet, çka bën? Ai veç e irriton dhe largon burrin hala. Dhe ai thotë me vete, që unë kum ditë unë që çështo është. Unë me vëna kam çepë du tjetrën. E gruaja mirë me ashme më nëtë me tërhiq burën. Aja arrin ma shumë me tërhiq se sa ju familja tjerë që e një të saj, tina. Por nuk është keq, pasi që veç e dini, edhe me këtë bised me bo debat me të bashk, me thana të zotnis, të je më shërritun, të apë ditë që këtë fmi i gru. Mirë, në të qesë më fmi në gru në sa ka kështë i manë. Të aske obligim dhe fmive tu. Të zotni nëse është pa qarë dhe kje arsye tua që ne nuk e dim, pa të merë bere shpivra. E jo me ngana për runë në zëtë, nuk kanë regula jena për vendet hujena, për ku dim një kush kanë. Pa dhe këtë nuk është marrë me bo, nuk e keq. Ju duke të randë, por është se njeri u ka njëherë imponohet me zgjedh njërën prej dy të ligave. E gjithmonë i mes me zgjedh atë që është dami me vogël, e keqe me vogël, dyat kësia për me vogël. Që është i meqëm. Allah zgjët hajrin, po. Pyet një dëgjues, thot profesor, thot si gjykoni, thot vajzat tona muslimane të cilat me kohë të tëra thot qëndrojnë para internetit duke biseduar thot me gjinin e kundër edhe pse nuk i njohin me pretekstin se janë musliman. Ja, nuk kanë rregull, po mas pari që ka lyp vajza, po dhe djali me nejt me orë të tëra në internet. Unë nuk e di që ka lyp. Unë nuk e kam qartë këtë meselit që ka lyp njeri me nejt. Se ai që rrën televizor me 7 orë, si kur ai që rrën në internet me 3, 4, 5, 6 orë, që ka bën njeri internet? Që ka bën njeri internet? Pas internet është një botë në vete, cila ka shumë helm, ka shumë virusante, shumë njeri t'ja helmojnë jetën. Dhe ja prishin e shkatërojnë kretit, që jesë për taktit. Ajo nuk është në rregull, motrat e cilat rrinë nuk është në rregull, sepse nuk për them është e pamundur, por është shumë e randë, që motrat flasin me djemë të huj me orë të tëra edhe mos të ndryshoj kahjen biseda. Ajo sahi mund tjetë bised
serioze, mund të jetë bisedë për islam, mund të jetë bisedë për shkencë, mund të jetë bisedë për politikë, mund të jetë bisedë për çështjet madhore të shtetit, të fesë, po, por sa vazhdon që ajo edhe më nërë fillon me marrë kohë tjetër biseda. Dhe kuptohet se në esencë njëti nuk është i pastërt, por njëti është fut në anën bisedë një djem sa më shumë, apo një qika sa më shumë, e të kam për para anë. Se kam një bot të tërë me vajza për para, të lëfar bukuroshe. Apo kam një bot të tërë me mashkuj për para dhe dua ta të studjej, të shëshit ata në sit, në shosht, që kanë thonë për para, cili qare është. Nuk kanë regull e punë është. Dhe të më rajnë stikfare, dhe të mi tutë zotit. Po. Profesor, thot një dëgjues, selam aleikum, a ka mundësi thot profesor të na jepni një shembull konkret se kur njeriu konsiderohet se është duke bajtur fjalë në mënyrë që ta kemi sa më të qartë të dukuri. Kur është duke bajtur fjalë? Duke bajtur fjalë. Kur konsiderohet njeriu? Njeriu konsiderohet kur është duke bajtur fjalë kur çaj person të cilin për të cilin flet kundër ti, a është i kënaqur apo nuk është? Nuk është i kënaqur ai. On çat punë që kum bë apo qatë fjallë që kom fol, nëse nuk jam i kënaqur që ti që më kënë dëgju, apo ta këmë thonë ty, mja thonë tjetër person, ti më ke përgoju, dhe ti më ke bajt fjallë, edhe më ke rëndu, dhe i hingjëna. Kaq. E tani kem varë, qëfar peshe ka që të fjallë, sepse ka njëra të fjallë mund kanë të pesh me që njerin bele. Për shambull, bërë të fjallës është edhe me thonë, kur është punë e armiqësisë, me thonë, a i pa thot qështu kundër teje, vështi pa thot qështu, nuk i di pa i kundër teje pa thot qështu, edhe kjo është me të angu një thikë në zemër. Dhe të thuni me, qështu pa thej kam kundër meja, ta shak thënë të dy fish. Ta në shkën shtu fjallët njëjtat, i thot atje, dhe ashtë të në hale. Edhe shtohet u rrejtja me zveti, dere sa njerëz rona zotë, edhe prishen, dhe qështu vjen edhe belaja dhe mbyte njerëzit. Pra të arsye këtyre punën të anë, këtyre dirëtër, nuk të interesant që ka tha filani, që ka tha filania. Këtyre dirëtin të anë, këtyre jetën të anë, këtyre shpirtin të anë të gjënahet tua. Po që pa më të regon të muë, që ka tha filania. Që pa më vynë mu? Jo tha për ty, pasan për ty të më së kalëzëmu që ka tha për mu, se nuk pjem zërë me ditë. Allah në falët. Po. Është një dëgjues se thot profesor thotë mendimi juaj për një burr i cili fal 5 kohë namazit, por asnjëherë thot nuk e lejon gruan e tij që të shkojë dhe të bujë ndonjë natë te familja e saj. Këtu janë dy gjëra. Ose burri dëshon gruan e vet, dhe ka të drejtë nëse dëshon. E ka bë punën ajo. Po. Nëse gruaja burri dëshon te, burri ka të drejtë plotësisht gruas me thonë kur për jetë sa t'jesh me mund të baba s'ki me bujt. Aje punë kry. E ka bë vetë aje vesnikja. I ka pas met. Po. Por këtë rast është mirë, aje me kallëzohet dhe familje sa me thonë qëre qa. Mos më përzinin punë të mijat. Nuk muj që të regoj krejt, sepse e keni qikën e kam gru. Por këtë jo nuk ka me bujt kur për jetë. Për një shkak që mund është edhe me sinjal me të regu. Apo nëse bënë me të regu krejtë se familje shumë ngusht. Mund t'jetë shkaku tjetër gjelëzia tepër të burrit. Kjo është tani problem, se burri nuk ka nevoj, dhe është ai gjelëzi me bajt për srani, mas me lan gruan me bujt të baba të nana. Ku buna nëse zbun të baba të nana? Po me ditë pse nuk e lën me bujt. Nëse s'ke dëshun te, nëse nuk ka tratu, nëse nuk e arsye nga ana e moralit, e pse se lën me bujt të nana të baba të? Më kushtaru ma shumë se nana dhe baba, pastaj pa të nana të baba kone, për ty në ka linte, ta orrit, për ty në ka orë të ti. Ranë është aje punë. Dhe nuk e di t'jush pretendon çaj burr, çaj grum me fresku me kënaq këto kurse kë nuk e lën me bujt, sa ai nuk është e qetë shpirtnisht. Ai këti nuk ja paraqet, pra ndoshta natën kanë. Apo kur shkon te motrat e veta të nana e kanë me let, pse burri s'm lë me bujt, por e mshef. Po.
është në rregull apo mos me lanë me bujt. Dohet me lanë me bujt gruan të familjen sajna. Ose është e treta ku ai e don forcën rënë bata. E kjo që shtu ka njerëz. Ka njerëz thot në bujt kjo, unë e buj me ta. Qashtu jenë lidhat të rek, edhe s'mu i dahan dhe ide, se na është mesele tjetër. Kërkun pazar me shku dhe theti gru me mu. Ku që kënë këtë dynja me të bashkë. Edhe kjo në ka të keqe. A nëpse edhe kjo është e tepër, si pas vendimit tim, sepse femra është femër. E ka natyrën e saj, gjinia femërore, Zoti ka kriju. Aja ka nevoj në atë feminin, shmeqyt feminizmin e saj, me marrë lirin e vetë, me motrat e veta, me gjinin e njejt, qoftë me shoqe, qoftë me nan. Ka nevoj femra me kanë e lirë herë, e larguar prej çdo mashkull, edhe prej babës saj, prej vllaut saj, prej burrit saj, që janë mashkujt më të afërt te ajo, edhe prej djalit saj dikur. Ka nevoj. Sigur se burrat që kanë nevoj, kanë erë më vetë muë, veç me burra. Me nejt me babën, me vllazni, me gjollar dhe me burra. A edhe nëse kum shef kur që pe grus apo pe nanës, me gjithate natyra aty në kërkon burra, me pas odën, me pas mahabetin, bisedën, hejen. Po, e ta shty pja përzin njerëzve, pjo ndërhyn pun në natërshmërin e tyne që Zoti ka kriju. Nuk kanë regulla, me thonë grus, ja, mo, kor të pa mu kor. Po, shto është e keqe, randë është, nuk është e mirë. Së do që tjerë të Zoti në falë, po. Dhe pyetja e fundit për sonte profesor, një dëgjues sot në rast se thot dikush nga fqinjet të cilët nuk ka kusht ju kry shërbime dhe të kërkon nga te që të shkosh dhe t'ju blejshën një pako me cigare, thot a lejohet këtë shërbime? Ja, cigarën klënim ble kërkujna. Veç që nëse nuk ke qare, si gruja burrë të zanë rri, bëm, ose qëtë për shpis, djali babën, sepse baba është e qëtë për shpisit të rri të the kryt, po, për ndryshe e jetë ty bë një bleva kuj për jetë kur më se pift në gojë më se rafë dhe rinë kiamet s'tja kum blej kur për jetë asja qes, asja blej asja thëm të rritnera as kur për jetë me nalë s'moj, por më shërbyra dohan mja prish shpirtin mja prish fytin e mja hargju gjepin jetë nuk e kam së nja du të mirën se ja du të keqen për dire se ja du të mirën unë nuk i ndihmaj për keq anëpse aj e qonë të mirët e onë nuk e qujtë mirë, edhe si blej dohan. Edhe këshis, thuj, po, është qenë blej, kam hak ndajteje, për dohan fshije atë mesele. Thot njëherë, dy më nuk të thot, të shkali blej më kjo është qenë që ka nevoj, so se vapi madhë, mi shërbi këshis, se vapi madhë, dhe me kanë ju muslimon këshia, është se vap, e lemo muslimonit, por dohan me blej, dhe gjona tjera që janë hala ma haram si bira, alkohol, runa, zat, jo, e po nuk vjen shpreje. Kaq? Po. Profesor, faleminderit shumë që ishte të sonte mysafir. Këto të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen, natën e mirë.